Përshëndetje. Shqiptarët janë ngritur më shumë se kur. Një protestë madhështore me qindra mijë vetë që kërkojnë të shkullin me thonjë të keqe të madhe, kancerin e shoqërisë shqiptare, antishqiptarin, ignorantin, mediokrin, njeriu me probleme mendore. Dhe shkon për ndihmë të një lëtyrë tjetër politike në ikje Macron i Francës. Gjatë gjithë jetës Franca ka qenë kundër interesave shqiptare. Macron dhe Rama kanë dy të përbashkëta. Njëri është i dhënuar nga gruaja, tjetri njihet si dhënues grash. Të dy janë hikje. Macronit po i përfundon Kandili, vetëm 7% e francezëve mbështesin, dhe Rama duke shkuar atje kthen pas e thatë pashën, Avni Rustemin, Francën, Sarkozyn, vrasjen e Gaddafit, sap koscienca. Loja e ndyrë ishte me flamurin e një shteti i cili është një shtet i urryer sot, Izraeli. Jemi realist. Nuk është më Izraeli ku njerëzit kishin mëshirë ndaj tyre për Holokaustin. Jo. Netanyahu është një kriminal lufte. Shteti i Izraelit ushtron gjenocid. Por Rama duhet kuptoj që ishin me qindra flamujt të Izraelit, të cilët u vunë për të provokuar dhe askush nuk i preku. Se ka hyrë një vajzë në mjediset e ambasadës shtetit që urrejt kudo në botë, është problemi Ramës. Nuk është problemi shqiptarëve. Natyrisht që në një protest kaq masive të madhe, është vështirë që të zgjedhësh dhe të përzgjedhësh elekuent kur flasin. Shumë janë, por ka dhe ignorant. Tani me të teoritë e konspiracionit, agjencitë e inteligjencës serbe, greke, ndaloni. Greqia është vendi i NATO-s. Nuk ka guxim dhe as të shkojnë ndërmend që të ndërhyjnë në punët e brendshme të Shqipërisë, kur dihet që në ambasadën amerikane është shefi i stacionit CIA-s, agjencisë më të madhe të inteligjencës në botë. E ndërthurur dhe me përfaqësuesin e FBI, të cilët haptas mbështetin SPAK-un, se SPAK-u nuk e kontrollojnë kinesët. Dhe SPAK-u po nxjerr për ditë, po e gërmon. A e patët gjenazen e Ramës ku takua me Zeqine and Company, ishin si në varrim. Turp, dëgjoni Arben Malajn, Ditmir Bushatin, zërin arsyes, hiqen e ju, shkullen e ju nga parlamenti. Ndryshe do gëdafizohet, sepse ajo energji e madhe nuk ndalet. E pat në Kakome. Në Kakome një kompani e huaj mban të mbyllur plazhe. Nuk kanë dashur të investojnë as një cent në Shqipëri, por ta kenë si shkarkim portësh për ato kroçerat, si thon, cruisers me turistë huaj në atë vend të bukur. Këtë synonte dhe traleraja Trumpit dhe dhëndri mediokër Kushner në Zërmec. Se kser ishin, por parat ishin të oligarkëve të Ramës, pra ishin ti. Jo kam thënë që agjencitë amerikane që gjumojnë pastrimin e parave kanë gjetur me $100 milion Cayman Island në 2012 nga Abi Bank. Rreth $950 milion, afro $1 miliard, nga njerëzit e Ramës dhe Rama personalisht në Dubai. Do të ketë lajme këtë javë, për mojë dosja mekanik. Pra, Rama jeton në një realitet tjetër dhe flet idiotësira. Nuk e shikon, ore ti e i votuar gjoja. Pra këta janë ata që nuk të duan, të ka rënë miti ndërkombëtar, ku do të rasin Rama në burg. I ke vjedhur votët e diasporë. Gjithë diaspora është kundër teje. Majtas e djathtas. Dhe kjo Ortek do të marrë me vetë. Ti ke kohë gjatë që rinë pushtet. Do të kesh një ëndër që të lësh diçka pas, se ka qenë dhe Adil Çaçani kryeminist. Ka qenë dhe Mehmet Shehu. Kanë ndenjur gjatë. Si mban mend kush. Një javë ka qëndruar Hasan Prishtinë. Po ti si afrohesh as te maja thonë Hasan Prishtinë, sepse nuk je as shqiptar etnik si ai. Po dhe ti je fashist, jo ata që protestojnë. Ç'lidhje ke ti me Partinë Socialiste? Ti s'ke asnjë program social, as social-demokrat, por vetëm vjedh shqiptarë.
Edhe balli i kombit e foqje e madhe ka pasur një program social-demokrat eloquent me dekalogën. Dhe në sap konsciencë populli vetë shkoi tek Shqipëria, shqiptarët dhe tek tratarët me tatuazhe të madhe. Ti e ke marrë atë post dhurat nga klani i Nezhmijës, këtë e dinë gjithë. Ti ke blerë çdo gjë. Mediat e tuaja kot e ke që paguan sa fytyra të shëmtuara që vinë nga pjesa gjysma jonë nga Kosova. Nuk i shikon kush, ai brezëri nuk do t'ja di. A e kupton ti që po injoron Argjentinën, Brazilin, Gjermaninë dhe po vënë në dispozicion të kombit kohën e ti të çmuar me fëmijë. Një brez i bukur, unë nuk them rastisht hynor, po, se ka ngjallur shpresë tek çdo brez. A ka thirrje Jakobine, nuk e kontrollon dot 300.000 vetë. Ore, e janë në një protest në New York, të shikosh edhe marksizëm, leninizëm e drapër e që kanë. Hitler, nazist, çfarë i thon Trumpit? Ore dhe djegin. Sepse kur ti ke vjedhur votën, ke vjedhur çdo gjë, kur i vjedh dinjitetin, mos presh me violina. Fundi i dyjet. Ti nuk e kupton. Ju përshëndes, Robert Papa Focus, ngriuni për vendin tuaj. Ajo festa masak... Ju përshëndes, Focus nga Robert Papa, ngriuni për vendin tuaj. Rama ishte në Bruxelles dhe kërkonte ta prezantonte si një kongres të Partisë Socialiste, por festat ja ka ndërprerë 2 ambasadorë, i Holandës, vendeve të ulta, dhe i Gjermanisë. Kushti është imuniteti, korrupsioni, pa dorëzuar një nga përbindshët nga lindat, Rama nuk do ta ketë këtë kënaqësi për një bashkim, union si Bashkimi Evropian, që nuk dihet a do të ekzistojë apo jo pas disa vitesh. Mendimi im do të ishte ky: në qoftë se Shqipëria do kërkonte të hynte me dinjitet në Bashkimin Evropian, duhet një qeveri gjithë përfshirëse për integrimin me një kusht. Asnjë nga ministrat, deputetët aktual të mos ishin të. Kjo do ta fuste Shqipërinë me integritet, por në qoftë se Bashkimi Evropian do të kishte dëshiruar të na fuste në këtë bashkim, duhet ta kishte bërë shumë herë përpara Rumanisë dhe Bullgarisë. Por duhen burra shteti si Bush, i cili e realizoi këtë me NATO. Rama përfaqëson një qeveri të korruptuar, është personalisht lideri më i korruptuar në Evropë dhe me Ramën, siç thoshte Washington Examiner, Shqipëria nuk e meriton të hyjë në Bashkimin Evropian. Pik. SPAK duhet zgjohet. SPAK duhet arrestoj familjarët e tij dhe duhet kërkoj heqjen e imunitetit Ramës. Ndryshe çdo gjë është prallë, është propagandë. Dje më kanë pyetur që pse ka qenë dita e Memorial Day, dita e kujtesës, dita e dëshmorëve. Jo kërkoj ndjes, gëzuar Bajramin, gjithë vëllezërve të mi musliman, besimit të musliman në Shqipëri, i kthejmë festës të Amerikës. Këtu ka Memorial Day, dita e kujtesës, për ata që janë vrarë për Amerikën, ka dhe Veteran Day, dita e veteranëve, ku janë ata që kanë luftuar, janë plagosur dhe janë vrarë. Dita e veteranëve është në 11 nëntor, sepse ka qenë armë pushimi luftës parë botërore në orën 11 në muajin e 11, diti 11. Ndërsa Memorial Day është quajtur Decoration Day, pra dita ku ti shkon dhe zbukuron me lule vrarët të atyre që kanë rënë për këtë vend të madh për Amerikën. Dhe ka nisur mbas luftës civile. Në luftën civile duhenin vrarë 600 deri në 700.000 vetë. Janë rreth 1.2 milion amerikanë që janë vrarë në luftë për këtë vend të madh. Përse e gjykimin tënd? Shumica është kundër Ramës. Ka dhe zëra që janë kundër Berishës, normale demokraci është, por Berisha nuk është në pushtet. E keqja në Shqipëri ka një emër, Rama. Me heqjen
Tani dihet se kush e organizon. Në atë mas madhe me 100.000 vet, mund gjesh disa që janë të kundra PD-s, nuk ka asgjë të keqe, por po të bësh një analizë logjike, 70% e atyre që janë protest nuk vinë nga e majta e Ramës, sepse e majta e Ramës ka privilegje, janë patronazhist, janë punë, janë familje të lidhur me të kaluarën. Pra është pjesë nga e djatha që kërkon të heqë Ramën. Dhe po e realizojnë. Dhe kërkojnë dhe të largohet Berisha. E the 4 herë. Ndërkohë Berishës që hoqën në kufizimin e vizës. Ka ndryshuar ekuacioni. Tani, për të kuptuar, është kufizim vize apo e që non grade? Se mund të hapësh informacion dorës parë. Termi non grada nuk është përmendur asnjëherë. Non grada është për diplomat. Por kanotacioni mund ta quash si non grad, duke marrë një arsye korrupsioni, por siç ishte shablon ajo akuzë, shablon ishte edhe përgjigjja. Vejvër është që kjo administrat nuk e mban në fuqi atë që quhet non grada, po që ka qenë kufizim vize për Berishën dhe familjarët e tij. Po të pyesësh në departament, nuk t'i japin përgjigje, sepse atë e di personi fizik Berisha, i cili ka komunikuar. Ai ka rrëzuar kufizimin. Për mendimin tim, kjo si fillim është një fitore. E ka rrëzuar ai apo ka qenë ata cilët e kanë lehtësuar? Vendimi është marrë nga amerikanë. Përputhje me ligjet që ekzistojnë. Siç u bë lobing kur u vendos. Ai të vendit, si mund ta kuptojmë këtë? Ndryshon ekuacioni. Nuk është blerë heshtja me vajzën tralerat Trumpit dhe të Kushterit nga Rama, por ekuacioni ndryshon. Pra, amerikanët nuk e shikojnë më Ramën si faktor stabiliteti, drejtimi, por e shikojnë si dikë që po bie çdo ditë. Këtë veprim e shikon të ndërlidhur me zhvillimin në Shqipëri, me aktualitetin? Po të kesh bërë gjimnazin, them se është ndërlidhur. Ka pa diskutim. Nuk është e rastësishme, nuk është e rastësishme që ndodhi tani është një shuplak ndaj Ramës. Nga gjitha të shuplaka që merr me mira e mirave, ndodhi dhe kjo. Në Berlin i përmendën i thanë tradhtar, i thanë Esat Pasha, kur një kom vjen në këto përkufizime, një njeri që unë është nga brezi im, që edhe ne na zhgënjeu, se besuam se do të bënte diçka të përfaqësonte këtë brez, duhet të iki me qytetari. Ka dy mënyra të ikë. Ose i veshur si grua si Fatasnano, ose të gjithë autokratët, gjysmë diktatorët e lindjes mesme. Fundi do t'jeti keq nëse nuk përfill, sfidon. Si mund t'i thuash idiot, si mund t'i thuash korba, hajvan, një masë që janë mbi 100.000 vet, që rrezatojnë qytetari dhe që kanë drejt, nuk duan të kthehen në sklever, në shërbëtor, pastrues të Zao & Company. Rama ka dështuar me sistemin që ka ngritur. Duket qartë që gjitha ndërtimet strategjike janë me miliardet e kokainës. Është e turpshme, pra ke ndërtuar një shtet që ngjason me Kolumbinë, ndaj nuk është rastësi që në Amerikë është cilësuar Rama si Noriega. Ditët e fundit ka filluar të rrëmohet tek dosja me Gangu, më shumë do të them javës tjetër. Dakor, ju i përkisni një brezi që ka sjellë demokracinë. E dini shumë mirë historinë e protestave, sjelljen e Ramiz Ali's edhe çfarë pasoi më pas. Me 3 ditë protesta u detyruar që të ndryshojë gjithçka. Duke u bazuar tek historia, çfarë mendon se do të ndodhë në Shqipëri? Ramiz Alia nuk ishte 5 miliard dollar të vjedhura si Rama. Rama kujton se është sheik, kujton se është lider global dhe jeton tërësisht jashtë realitetit. Ramiz Alia e kuptoi. E di çfarë kuptoi Ramiz Alia? Ilir. Ishte sekuenca e Ceaușescu. Kjo e të merroi. Dhe ato antimitingje që Rama realizon më kujtojnë përsëri antimitingjet e Xhelil Gjonit, por dhe atë miting të madh në Rumani kur populli u kthye Ceaușescut. Rama është në pozicion shumë të keq. E urrejnë të gjithë. E urrejnë tek shiku, e urrejnë tek gjykata e lartë, tek gjykata kushtetuese, edhe familjarët e tij po sillen shumë keq. Nuk mund të rish... Si me formë protesta, se deri tani nuk i njohim, as organizatorët nuk ka asnjë përfaqësi. Çfarë ndodh me këtë protestë? Si realizohet e gjithë kjo energji? Organizator është Rama, qeveria e tij e ndyrë. Por që ka organizator ka. Ata dje me vajza që kanë bërë këtë organizim perfekt, nuk janë agent Tirani. Kjo është idiotësi. Në të gjitha ambasadat e huaja ka përfaqësues të shërbimeve të inteligjencës, shefi stacionit të ambasadë amerikane. A keni dëgjuar që ambasada amerikane thot mos dilni në protestë?
siç thoshte më parë, absolutisht jo. Ka disa ambasadat tjera i bën thirrje punonjës dhe tyre që shkonin. Këta kanë arritur një sukses. Në arenën ndërkombëtare kanë vënë kryq Ramës. Nuk kishte ndodhur kur që në Amerikë lajmet e networkëve të fillonin në Shqipëri. Unë kam qenë në 93 këtu. Brenda është një energji shumë e madhe. Urdhro? Ndoshta sepse në mes ishte familja e Trump. Jo, absolutisht jo, se këseri janë. Amerika nuk është e Trumpit, zotëri. Edhe ne shqiptarë amerikanët që kemi votuar për Trump, nuk kemi votuar për fëmijë të llëstuar. Absolutisht. Dhe më ndor në qoftë se ata, për mendimin tim nga Sazani, është tërhequr si Beograd, se duhen 20 miliard dollar investime, ai nuk i ka. Por kjo i kthen bumerang Ramës. Rama njihet si Zagari Sorosit. Rama tani shkon tek Kushner dhe Ivanka për të blerë heshtjen. Nuk ngjet kështu. I ke hedhur balt Donit Bisupe dhe ata që janë rreth tij, shefja e kabinetit, nuk kanë për ta falur. Rama nuk e pritën as Bideni, as Kamala Harris, as Trump. Unë e them edhe një herë, Rama jeton kod blerë, është kthyer në një kufon politike. Duhet largohet, nuk ka rëndësi kush vjen. Nuk ka rëndësi kush vjen. Urdhëro? Si formsohet kjo revolt, kjo protest? Duhet të jesh brenda tyre. Unë ndjej shumë energji dhe me kontaktet që kam, mbështetet thuajse nga të gjithë shqiptarët, por dhe nga amerikanët, medias, shtypit, edhe zyrtarë që shikojnë që është ngritur një popull në mënyrë qytetare. Kjo është vesh masive. 20 ditë, natyrisht që një regjim është si puna e regjimit të Iranit, nuk largohet me 40 ditë një regjim që ka 43 vjet. Por sa më e keq të jetë sfida, aq më i keq do të jetë fundi i Ramës. Për mua i po pastron letrat. Ka filluar të shmontojë atë çfarë ka atë kopshtin e madh brenda kryeministrisë, nuk rrihet me kokfortësi. Të dalë Rami Zalia më i zgjuar se ty, Fatosnano, gjithë paraardhësit e partisë tënde, kjo tregon që ti jeton jashtë realitetit. Natyrisht është e turpshme të përmendesh Iranin. Dikur thoshte që Greqia po na sulmon, ndërkohë që ti ke besuar hapësirën ajrore e Greqisë. Dhe dje ka ardhur një tjetër, mos bëhet fare samiti NATO-s 2027, sepse ka mashtruar dhe NATO me përqindjen e buxhetit për luftën. Pra Rama ka hapur konflikte gjithkund. Po të shikosh lëvizjet e tij, do t'i dalin rreth $1 miliard nga grupi i oligarkëve të tij dhe personalisht ai në Dubai. Siç i kanë dalë $100 milion nga Abu Bank në 2019 në Cayman Island dhe lidhet me Sinaloa. Kudo në Shqipëri.